varrosja e muslimanit me shahadet, me namaz, me agjerim, me zeqat dhe haç. Domethënë i ki cek shahadetin, namazin, agjerimin, zekatin edhe haxhin. Kush i ban këto? Urna hoç. Zakonisht kur folim na për vdekjen të pleqt besimtar, të pleqt namazli, e shohim një frikë. Kina me dek, po si kina me dalë para Allahut. Edhe kjo frikë e tyre mu më shtin me mendu edhe normalisht më shtohet ajo kujdesi dhe mshuria për to, më vjen keq që ata frigohen edhe mërzitin, sepse kam një bindje të madhe për argumente fetare, se ata do të jenë më të lumturit pas vdekjes. Paradoksi është e rinia, e cila domosdoshmë nuk i ka veprat e mira të tymve pleqve, ato as se kanë ngale vdekjen, as mërziten, as tuten, as frigohen. Edhe kjo mund shqetëson, domosdoshmë. Sepse ti s'ki kapital tonin, e mundesh me shku te Allahu në befasi, pa përgatit, e pa kur gjo, e si ki ngale vdekjen, e ky që ka një kapital. Ndoshta është shumë i madh, ama është bazik, esencial. I garanton hyrjen në xhenet. Edhe hapet mërzitet. E këtu është ai komponente e besimit, domethënë e kuptimin e dashnisë për Zotin dhe madhërimit të tij, që plaku besimtari i cili e thot shahadetin, e fal namazin, e xharon Ramazanin, e jep zekatin, e kryen haxhin, edhe ka frikë, a thu vallë Allahu mi ka pranu, edhe a thu vallë janë të mjaftueshme këto unë me shpëtu. Ne i themi këtij njeriu që kjo ndjenje jote ka më qenë shumë e madhe për me shpëtu. Se ti e shpreh dashnin tonë për Zotin që e ki, edhe madhnimin për te. Se e din se sado që ke bon është pak për te, për madhnin e ti me bon. E që kjo ndjenje është ndjenje e imanit. Kjo ndjenje i mundëson ti me shiju kënaqësinë e imanit. Edhe ky mashtrim, kjo habi, kjo dehje që është e rinia, e cila domethënë një shahadet e ka për namazin, hala se ka të rregullt 5 kohë namaz me fal kohën e vet. Gjumon është e fal, domethënë për namazit i ikin. Agjerimin është e bën, po e bën formalitet, sepse nuk ka namaz të rregullt, nuk ka dhikr, nuk ka lexim të Kuranit, nuk e shijon iftarin, se shijon syfyrin, nuk i ofron iftare si syfyr, kërkuj se Allah pe buxhetit babës. Hax zotën se mendon me shku zeqat, thot Allah s'kam pasuri teme me dhon zeqat. Pak ka ibadete, edhe për shkak rrethonave, edhe për shkak kushteve, po që ato pak ibadete që i ka detyrë dhe obligim, edhe ato nuk i bën tamam. Edhe hiç nuk frigohet se nëse i vjen melekul mauti me shku te Allahu, si ka me shku. Edhe tu e pas parasysh këtë dallimin mes këtyre dy qasjeve, na e kemi përmend në hutbën tonë se sikur se ka ardhur në hadithin që transmeton Imam Buhariu nga njëri prej sahabeve që vjen përfaqësues i fisit të tij te Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Damam ibn Thalaba radhiyallahu anhu, thot ja Rasulullah, un ka marrë i deleguar i fisit tem tek ti me kuptu se çka është Islami. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tregon kushtet e Islamit, 5 shtyllët e Islamit: shahadetin, namazin, agjerimin, zekatin edhe haxhin. Thot kush i përmbush këto kushte, edhe vdes ai shkon në xhenet. Allahu akbar. Inshallah na tash na kjo është ymiti jon. Bile në hadithin tjetër me të njëjtën kuptim, me të njëjtën tematik, kur shkon, domethënë ky pyetsi largohet nga i kuvendi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaq. Sa i tha unë shahadetin kanë me thon, namazin farzin kanë me fal, agjerimin farz kanë me agjëru, zekatin kanë me dhon, haxhin kanë me kry, edhe kur gjë s'ka me shtu më shumë se kjo. Veç obligimet bazike, farzet ain që quhet, farzi ain, farzet individuale kanë me kry. E kur u largu nga kuvendi, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të shpëton ky njeri nëse është i sinqert në atë që e tha. Edhe andaj na e themi me plot gojë për këtij hadithit dhe argumente fetare se ku shkon te Allahu i madhreshëm me shahadet të cilën e ka thonë vazhdimisht. Dhe se ka dëmtu me asnjë vepër që dëmton shahadetin. E ka fal namazin rregullisht, e ka xhiru Ramazanin rregullisht, ka dhënë zeqat nëse ka pas me dhënë zeqat, se dikush s'ka obligim me dhënë zeqat, se s'ka parë. E ka kry haxhin nëse ka pas obligim me kry haxhin, se dikush s'ka parë, s'ka mundësi me kry haxhin. Ai njeri inshallah taala na shpresojmë te Allahu i madhreshëm se ai ka qenë banor i xhenetit. Edhe realisht kur shkojmë në varime të njerëzve të kësaj kategorie, jemi shumë me lehtësi edhe kur flasim, edhe kur lutemi, edhe kur ngushëllojmë familjarët, do të na shkojnë fjalë shumë lehtë edhe shumë mirë.
Se kemi shpresë të madhe të Allahi Madhëshëm, kemi një lloj bindje se atë ka me kaplu rahmeti Allahut dhe ka me shpëtu. Ama ku shkojmë te do tjerë që s'kan qenë të rregullt namaz, në agjërim, domethënë s'kan fol asnjëherë realisht. E ke shumë vështirë me dhënë një lloj shpresë, një lloj kushtimisht për ta më garancë se sa i ka me shpëtu. Normal shahadeti është i madh, edhe ka vlerë te Allahu xhelal, po edhe namazi është dëshmia, është vula e asaj deklarate. Domethënë, nëse ki ve shahadet pa namaz, e ki deklaratën pa vulë. E sa të bon dobin, një Allah e din, inshallah Allahu i falë e i mëshiron të vdekurit tonë.